Presidenti Amerikan Donald Trump nënshkroi një projekt ligji historik që vendos financimin e qeverisë federale deri në fund të janarit, duke i dhënë fund kështu mbylljes më të gjatë të administratës në historinë e SBA-s që zgjati 43 ditë. Vendimi vjen pas miratimit të dokumentit nga Dhoma e Përfaqësuesve dhe Senati, duke rikthyer funksionin e institucioneve federale dhe pagat për qindra mijëra punëtor që kishin mbetur pa pagesë. Gjatë ceremonisë në zyrën ovale, Trump sulmoi demokratët duke akuzuar për arsye politike që çuan në paralizimin e vendit. Ai u detrua amerikanëve duke i thënë se çështja do të duhej të mbahej mend veçanërisht në prag të zgjedhjeve të Kongresit. Projekt ligji financon të gjitha agjencitë federale duke përfshirë ndërtimin ushtarak, çështjet të veteranëve, Departamentin e Bujqisë dhe Kongresin deri në vjeshtë, ndërsa pjesa tjetër e qeverisë do të funksionojë deri në fund të janarit. Rreth 670.000 punonjës federal që kishin mbetur pa pagesë do të kthehen në punë dhe do të marrin pagat e prapambetura, përfshirë më shumë se 60.000 kontrollorë të trafikut ajror dhe personelin e sigurisë në aeroportet e vendit. Në total 1.4 milion punonjës federal janë përfshirë nga rikthimi i pagesave. Marrëveshja rikthen gjithashtu punonjësit e pushuar nga puna gjatë mbylljes dhe siguroi rifillimin gradual të fluturimeve dhe shërbimeve publike të ndërprerura. Trump theksoi se demokratët i kanë kushtuar vendit rreth 1.5 trilion dollar, ndërsa zyra e buxhetit të Kongresit vlerëson humbjet financiare totale në rreth 14 miliard dollar. Ky vendim pritet të sjellë lehtësim të menjëhershëm për qytetarët dhe bizneset e prekura nga ndërprerja e shërbimeve, ndërsa debatet të mëtejshme pritet të vazhdojnë për çështjet e sigurimeve shëndetësore dhe buxhetin afatgjat federal.